Propozimi I Partisë Socialiste për të reduktuar numrin e bashkive nga 61 në 46 ka asur kundërshti në bashkimin e këtyre bashkive të 15, njëjtë sikur se ka ndodhur dhe në bashkinë e Divjakës, ku atje protestohet për 4 ditë rresht dhe një natë më parë I është bashkuar gjithashtu dhe kryetari I Bashkisë Divjak, zoti Josif Gorea, cili ka një komunikim të drejtë për drejtë aktualisht. Zoti Gorea, ju përshëndes. Mirëdita. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kem në program teksa flasim për gjitha zhvillimet politike të mundshme edhe pse në ditën nxehta gushti, duket që e njëjtë ka qenë situata edhe në bashkinë tuaj me protesta apo jo. Cilat janë arsyet që mendoni që kjo bashki nuk duhet të bashkohet më tej me Lushnjën? Të shumta. Duhet korrigjoj, kryetari I Bashkisë Divjak I është bashkuar protestës qytetarëve që ditën e parë, jo ditën e katërt. Po çdo ditë me ta. Dhe jam bashkë me ta, jo thjesht për protestuar, po për të radhitur me kujdes të gjitha arsyet tona pse ne jemi kundër kësaj reforme. Dhe njëherë më duket sikur vendosja e emrit Bashkisë Divjak në grupin e bashkive që reduktohen, duket sikur ka qenë kështu, sikur ka qenë në përgjumë komision. Disa arsye. 1. Madhësia e territorit. Në qarkun Fier, ku ne bëjmë pjesë, Bashkia Divjak është numri 3. Pra, është Fieri, Lushnja, pastaj vjen Bashkia Divjak. Ne kemi 309.000 km2 territor. Ndërkohë, që po prap një bashki tjetër, e cila do të qëndrojë bashki, Roskoveci, kam respektin më të madh për atë zonë, janë njerëz të jashtëzakonshëm punëtor, njëjtë sikurse ne këtu, mysëqartë vërtet dhe ata, por territori I tyre është 118, është gati sa 1/3. Popullsia e Bashkisë Divjak në regjistrat e Gjenerat Civile është 56.000 banor, ose në numërimin e fundit, siç e quajnë ndryshe census, ne jemi 25.000 banor pothuajse. Nësa Bashkia Roskovec është 16.000, gati 10.000 më pak. Po e marrim nga relievi, nga natyra e gjithë Bashkia Roskovec, po ndalem atje për ta bërë më të kuptueshme gjendjen që Bashkia Divjak është shumë larg kësaj reformi, kësaj kritereve që ka përdorur Komisioni Maznikut për ta bashkuar dhe Divjakën me Lushnjën. Relievi I Bashkisë Divjak është pothuajse fushor, është një nga bashkitë më fushore. Ne kemi rreth 20.000 kilometër fush, nga këto I kemi 3.000 kodër dhe 17.000 fushë pastër. Edhe ky është një element tjetër. Kalojmë tek identiteti. Po flas për identitet, patjetër që për herë të parë emri I qytetës në atë kohë I fshatit Divjak, dhe në rreth vitit 1440, 20 shtëpi, 200 banor. Po patjetër që është shumë e herë. Mos harrojmë kjo trev jeton ndërmjet Apolonisë dhe Durrës. Në periudhën antike mendoni, 2 kryeqendrat botërore të kulturës, artit, shkencës e mëtej. Pra, shumë e vjetër në identitet. Krahasuar me bashkimin, ne gjatë gjithë kohës fermerët ose buqit apo banorët e kësaj qytese e kanë pasur më tepër bashkëpunimin për gjatë Bregdetit, me fillim nga krahu verior, luzë deri në kavaj, dhe nga krahu jugor, krutje, bubullim, kolonj dhe lipofsh. Këto ishin pazaret ku ne bënim bashkarisht. Të gjithë krushqirat janë këtu. Pra, edhe nga ky element, bashkimi edhe për arsye të pamundësisë, ju e dini që këneta e Tërbufit është starë shumë vonë, dhe ajo e pengonte mundësinë e komunikimit të Divjakës me Lushnjën. Kështu që edhe nga ky element, po prap historik nuk ka të bëjë. Bashkimi ndodhi në një moment caktuar, komunizmi vendosi për të vendosur 26-27 rrethe. Nëse do të shkonim tek reforma e 26 apo 27 rretheve, hajde ta diskutonim këtë element. A duhej apo jo prap të bashkoheshim me Lushnjën. Por në këto momente, kur Bashkia Divjak ka resurse natyrore të jashtëzakonshme, ka lagun, ka toka pjellore, ka ujëra pafund, ka lagun fantastike,
ka pelikani nga Çorre, ka flamengo që i kemi dhënë me qerafë, edhe ane nga narta, që vendlinin e kanë këtu ata. Mos na e përzihet emra diskutimit tani se do të qëndrojmë gjatë atëherë. Po jemi në edicioni informativ. Tani ju besoni që të gjitha këto elementë që ju renditët padyshim bëjnë që kjo bashki të qëndrojë ashtu sikur se ka funksionuar deri tani, por në krau tjetër ju do të qëndroni me rezistencën tuaj nëpërmjet protestës, apo do të bëni një propozim konkret së bashku me Këshillin, sikur se ka kërkuar edhe kryeministri Rama? Këshilli Bashkiake ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme ku ata janë shprehur qartë pro qëndrimit bashki kundër propozimit të Komisionit Mazniku, ndërkohë dje mbasditem ka ardhur dosja e plot nga Parlamenti i Shqipërisë me të gjithë dokumentacionin dhe propozimet pse Komisioni Mazniku ka vendosur që edhe Bashkinë Divjak. Ne jemi duke shqyrtuar, kemi kohën e dur, do të ndjekim gjitha hapat që na ka rekomanduar Parlamenti i Shqipërisë, dhe mandej pa tjetër edhe ne s'kemi lidhje, po protesta ka punën e vet, populli ka punën e vet. Ne zyrtarisht do të mundohemi që t'i përgjigjemi pik për pik të gjitha kërkesave, të gjitha amendamenteve që Komisioni ka vendosur, gjithashtu këto do ta kalojmë në Këshill, do bëjmë digjesa publike në të gjithë njësitë dhe pra do të ndjekim rrugën institucionale të rregullt të plot për ta bërë të kthjellë të qartë për këto identitetin, fuqinë ekonomike dhe pasurinë natyrore që Bashkia Divjak ka. Do të pyes për këto pasuri patjetër, por kam një pyetje së pari që lidhet ndoshta me këtë propozim ndryshimi për bashkinë. Ju personalisht keni mundur të bëni një diskutim me kryeministrin apo do ndiqni vetëm rrugën institucionale? Po, për momentin ne jemi pritëm ardhin e dosjes, do të përgjigjemi, do të përgatitemi gjithë stafi, kemi krijuar një grup pune që bashkarisht ftojmë këtu, kemi ftuar edhe opozitën na bëhet pjesë që edhe ata nëse kanë element për t'i bashkuar arsyes për bashkët, qëndrimit bashkisë. Kështu që mbasi ta përpilojmë këtë dokument, do të bëjmë dhe qasjet e duar të radhës. Patjetër edhe me drejtuesen politike, edhe me kryeministrin, do t'i ndërmarrim këto hapat e duhura në kohë për t'i bindur qeverinë shqiptare, po dhe këto tjetër, që Bashkia Divjak është një identitet kombëtar nga disa arsye që nuk duhet humbur, duhet qëndrojë fort. Dakord, nuk më dhatë një përgjigje direkte, por disi e nën kuptuar. Sa i përket Divjakës në këtë sezon veror, si është situata atje, se duket që të paktën në muajin qershor disa problematike ka patur me turizmin, paktën sipas raporteve të bëra për protestat. Ndjehemi shumë mirë, krahasuar me çdo vit tjetër, ne kemi numër konsiderueshëm qytetarësh, vizitorësh, edhe të huaj, ditor. Paketet e vogla turistike që kemi, por edhe Bregdeti i pasur, me të gjitha arsyet, laguna, një investim tjetër që qeveria shqiptare po me kërkesën e bashkisë ka bërë në lidhje me një shëtitore për gjatë lagunës, e ka rritur numrin e vizitorëve dhe kënaqësitë e shumta që kjo 3 vjet e veçantë. Ndjehemi shumë mirë. Dhe kjo ndoshta është arsyeja që ju këmbgulni për të qëndruar të tillë apo jo? Po në kontekstin elektoral do ta një arsye vockë. Dakor, ndër të tjera se i rreshtuat, po më lejo t'ju pyes edhe këtë pyetje të fundit në mënyrë të drejtë për drejtë, në kontekstin elektoral shërben kjo bashkim apo nuk e shihni të tillë? Ka lidhje fare, nuk e shikoj fare. Si ande këtej, kjo është një zonë e majt, Lushnja është zonë e majt, nuk e shikoj këtë argument fare bindës. Nuk ka lidhje fare. Nuk qëndron. Besoj. Dakor, Gorea, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ditë mbar. Edhe ju.